Ju formohen gurët e zi në dhëmb, ja si t'i largoni. Mënyra e vetme për të trajtuar gurët në mënyrë efektive është të vizitoni një dentist ose higjienist. Mirë po, këtu do të mësoni se si ju të parandaloni grumbullimin e gurëve për të shmangur çështje të tilla si kavitetet dhe sëmundjet e mishave të dhëmbëve. Është mirë të ndaloni fillimisht formimin e gurëve. Lani dhëmbët 2 deri në 3 herë në ditë. Përdorni një furçë dhëmbësh me qime të buta dhe pastë dhëmbësh me florë. Kaloni me një shpëlarje goje pa alkool dhe antibakterial 2 herë në ditë. Kjo ndihmon në vrasjen e bakterjeve të gojës që shkaktojnë akumulimin e pllakave dhe gurëve. Shmangni duhanin dhe produktet e tjera të tij. Ulëmtimet tregojnë se njerëzit që pinë duhan kanë një rrezik shumë të lartë të zhvillimit të gurëve të dhëmbëve, dhe gjithashtu një ndër këshillat të fundit por më e rëndësishmja është të vizitoni dentistin tuaj rregullisht për ekzaminime dhe pastrime.